qartë dhe kur jemi tek Partia Demokratike e Kosovës, zotri Alia a ka bërë mirë që veç me një takime ka përfunduar gjithë diskutimin për presidentin. Po mendoj nëse kam pa... partia e dytë është forca e dytë. Po, nëse kam pa që s'ka mundësi bashkëpunimi mes tyre dhe lëvizjeve vendosje, dhe s'ka nevojë që të bëhet show mediatik dhe të shkohet në takime të një pasnishme nëse dihet paraprakisht që nuk do të ketë një marrëveshje. E dim që një marrëveshje mes LVV-s dhe PDK-s, jo vetëm tashmi, edhe më herët, po ndoshta edhe një ardhmë të afërt do të jetë gati se e pamundur. Kështu që diskutime është mirë të ketë, mirë po e dim që një marrëveshje politike bashkëqeverisje mes PDK-s dhe LVV-s është e pamundur. Dhe mbas të asaj që kemi dëgjuar nga zoti Havnca është që pas takimit parë ka pa që zoti Kurti nuk ka ofruar mundësi bashkëqeverisje për PDK-n. Dhe e dim publikisht disa herë ka përmendur edhe zoti Kurti që i vetmi interes që ai ka është të ketë eventualisht një bashkëqeverisje vetëm me LDK-n dhe jo me PDK-n dhe AK-n. Kështu që pse do të shkojë në takim nëse ata kanë thënë që mbas takimit të parë do të jenë pjesë e opozitës, nuk do të marrin pjesë në konstituimin e kuvendit, as të institucioneve tjera dhe këtë ja ka lënë në dorë partive tjera që eventualisht do të themelonin një qeveri të re. Dhe ky insistimi i vetëvendosjes pas një koalicion me LDK-n është kështu pak interesant.